Sa po ka përfunduar turneu ndërkombëtar i futbollit, Shkota Stafën e Kap 2025, komisioni i specialistëve të këtij aktiviteti përzodhet si lojtarin më të mirë të perspektivit Sabion Bizi. Urime Sabion. Faleminderit shumë. I kënaqur për këtë trofe që sapo fituat? Shumë i kënaqur, a do shumë stërvitje, shumë mund, shumë përkushtim. Edhe në fund tanave ja dolme. Në fakt ky është trofeu i dytë që fitoni sot edhe si ekip. Po. Fituat në finale, me një finale shumë emocionuese, por edhe si sportisti më mirë i perspektivës. Po, ky është trofeu i dytë, ky është trofeu i dytë personal. Por jam shumë i gëzuar, ishte një ndeshje e fortë, me shumë emocione, ja dolme, e morëm me kupën, e lëmë në Shkodër edhe herë. I kënaqur në aspektin personal me këtë sezon që sapo mbyll? Po, jam i kënaqur sepse kam bërë stërvitje, kam bërë kështu, por prap po hapësim për me bërë edhe më shumë gjithmonë. Fol se unë kam edhe njerëz të mi vetë, e kupton kam babën ta njëri gjyshi im postra vetë kokan legjend. Edhe thjesht pse mos më ngjoh, kupton, se mos më Pikërisht për këtë sukses të sotëm jashtë fushës së lojës në tribunet e spektatorëve ishte duke ndjekur me shumë emocion babai juaj Brekeno Bizi, i cili padyshim që ka pjesë në formimin tuaj dhe natyrisht do të kishte qenë fantastike sikur të jetonte, të ishte gjallë dhe gjyshi juaj i madh i Saba Bizi. Pra ju jeni prodhim i një familje të madhe sportive Bizi. Sa ju shërben kjo, sa ju motivon? Kjo është një barë e rëndë, është një frymëzim, është një emocion shumë i madh për mua. Thjesht duhet nuk ka kur mjaftim me stërvitje, me gjona, me përkushtimet tona. Thjesht jep mu frymëzim për me bë më mirë në jetë, më mirë në sport, me kanë njëri mirë, me kanë futbollist i mirë. Kjo është e tona. Çfarë mendoni që keni marrë babait Brekeno Bizi, por pse mos themi edhe gjyshit tuaj Saba Bizi? Pra janë dy emra të spikator të futbollit shqiptar. Babai tim do thojë ka marrë karakterin, ndërsa gjyshi tim ka marrë tiparet e fytyrës, konstruktit të trupit. Edhe shpresoj të kem edhe stilin e lojës si gjyshi im, si baba im, kushdo, a kupton, thjesht baba, a kupton. Paka shumë ju e thatë, po drejt për ke shkon ky trofe personale juaj që fituat sot? Ky trofe shkon për gjyshin tim, për familjen time, për mamën, motrat, për gjithë, sepse janë frymëzimin për marrë për me lutë, për me luan më të mirë. Urim në njerëz, Fabian, dhe suksese në vazhdim. Faleminderit.